hulumtuar, për të eksploruar dhe për të analizuar e medituar mbi fjalën e shkruar, por jo vetëm. Po e nisim këtë vit me një libër të jashtëzakonshëm të mikut ton, Vebim Miftari, i cili vitin e kaluar ka votuar një student të jashtëzakonshëm të tijen që konsiderohet edhe një ndër kryeveprat e tija të deritanishme. E votuar nga Tojna dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Etnoletra Shqipe, raporti i letërsisë me etnokulturën e konformimit. Autori Vebim Miftari është poet e studiues letrar, njëri ndër përfaqësuesit kryesor të shkollës së Prishtinës, është doktor i shkencave filologjike, i specializuar në format e metodat e kritikës letrare, profesor universitar në thirrjen profesor i rregullt, me një përvojë të gjatë në disa universitete publike e private. Po kështu ka përvojë lehtëvisht të gjatë në institucionet e Kosovës, duke qenë njëri ndër hartuesit e politikave kulturore. Ka qenë zëvendës drejtori i Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, shef i bibliotekave dhe botimeve në Ministrinë e Kulturës, shef i kabinetit të Ministrit të Kulturës e këshilltar kryesor i tij, pastaj këshilltar kryesor i zëvendës kryeministrit të Kosovës 2 herë, i kryetarit të Kuventit të Kosovës edhe i presidentit të Kosovës. Aktualisht është shef i misionit e Republikës së Kosovës në Sërinë e Shenjtë në Vatikan. Ka botuar mbi 20 libra, kryesisht studimor, po ashtu është zë autentik në poezinë shqipe. Këtë ditë i është botuar libri i 5 poetik, po ashtu është edhe përkthyes letrar, duke përkthyer nga gjuhë të ndryshme 4 libra dhe qindra artikuj shkencor e krijimtari artistike. Disa nga veprat e tij janë përkthyer në gjuhë të huaja, anglisht, italisht, rumanisht e të tjera. Flet rrjedhshëm gjuhën angleze, italiane dhe gjuhën kroate. Jeton në Prishtinë, është i martuar me zonën Arnore Mahaj, me cilën i kanë 2 fëmijë, vajzën Klementinën dhe djalin Taulantin. Libri i tij Etnoletra Shqipe është kurora e studimeve të tij. Para se të vazhdojmë mbrëmjen e sotme kulturore, dëshiroj me i falenderu edhe 2 kumtuesit ligjëruesit e sotëm në panel, zonin e nderuar Majlinda Toçi, e cila ka ardhur ekas nga Shqipëria, që tjetë sot me ne, dhe profesorin Xhavet Beqirin, tashmë bashkëpunëtorin tonë. Para se të shkojmë në ligjëratat e para, atëherë si që kemi një zakon tashmë në takimet tona pena e dritës, me një pikë muzikore. E para sonte do t'jetë Lule Bore, e kompozuar nga Simon Gjoni, këndon Dorentina Gjini soprano dhe Magdalena Sedaj në piano. Dueti ynë i shpesht që na knaq me muzikën tonë të bukur shqipe. Oh,
Faleminderit Dorentina dhe Magdalena. Si gjithmonë I jepni atë ngrohtësinë dhe bukurinë e takimeve tona. Faleminderit shumë. Sonte legjerusja e parë do të jetë zonja e nderuar Majlinda Toçi, e cila ka lindur në Tiranë, ka përfunduar studimet e larta në Universitetin e Tiranës në degën e gjuhësisë dhe është specializuar në Universitetin e Romës Sapienza, master I shkencave semiotike. Ka kryer disa specializime kombëtare dhe ndërkombëtare për shkencën e bibliotekave dhe shoqërinë e informacionit. Ka punuar po ashtu si redaktore, agjente letrare dhe koordinatore për marrëdhëniet me jashtë në shtëpinë botuese Toena. Prej vitit 2012, punon në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë dhe është pedagoge në Shkollën Kombëtare të Bibliotekonomisë. Aktualisht është drejtuese e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Majlinda është edhe redaktore shkencore e librit, prandaj me shumë kënaqësi dhe gëzim ju jap fjalën që sot të shpalosni një pjesë të bukur të këtij libri që ju e keni pas në dorë para se ta kemi ne. Pra lexuesja e parë, po shpresoj. Kjo, kështu, e kjo. Mirëmbrëma të gjithëve. Në fakt që ka shumë kënaqësi ta shoh sallën cilësisht të mbushur plot. Falënderimi I parë I shkon Don Fatmirit për gjithë pritjen kaq të ngrohtë. Për mua është hera e parë që shkel në këtë bibliotekë, sigurisht që nuk do të jetë e fundit. E kam shkelur virtualisht, sipas një marrëveshje që kemi bërë me Don Fatmirin vitin që lam pas. Jam emocionuar sot sepse jo vetëm për shkak të veprimit fitari që na ka mbledhur sot këtu, por sepse ky është edhe aktiviteti im I parë që unë vaj me detyrën time të re. Kështu që po e ndjej veten të bekuar në shpinën e Zotit. Faleminderit. Në fakt për librin, një analizë të plotë të librit as nuk kam ndërmend ta bëj sot, sepse do të respektoj pafundësisht fjalën e profesor Xhavitit. Ajo çfarë dua të them është në radhë parë rrugëtimi I këtij libri, sepse sikurse e cegu edhe Don Fatmiri, libri është botuar në vitin që lam pas, në 2025, është I bashkëbotim. Unë sot këtu nuk jam vetëm në këpucët e redaktores, por përfaqësoj këtu edhe botimin e këtij libri. Është një bashkëbotim ndërmjet Shtëpisë Botuese Toena dhe Akademisë Shkencave të Shqipërisë. Një bashkëbotim që pati një fryt të jashtëzakonshëm, bile ndjej momentin për të falenderuar edhe Akademinë e Shkencave, që u treguan kaq të gatshëm, të menjëhershëm, sapo ju ra në dorë libri. Fillimisht ai u përurua në ambientet pikërisht të shtëpisë vet të Akademisë Shkencave dhe më pas ka njohur disa rrugtime, pra për Prishtinën sot është herë e parë që bëhet ky përurim, ky prezantim I librit, por nuk është herë e parë për Shqipërinë. Nisi në Akademinë e Shkencave, vijoi në panajirin e librit të Ulqinit, ku ishte edhe profesor veprimtar I ftuar special I këtij panajiri. Kemi vijuar mandej me panajirin e Tiranës, që do të thoja panajiri më I madh I librit që mbahet në botën shqiptare, ku me krenari
dhe pa modesti, e them që libri u përzgjodhet si një ndër në 5 librat më të mirë studimor të këtij panajiri. Më pas, sipas kërkesave të shumta dhe sipas llojit dhe çështjeve që trajton libri, ka pasur një interes të jashtëzakonshëm sa i takon universiteteve në Shqipëri. Kemi nisur me Shkodrën, në bibliotekën faktikisht Shkodrës, dhe shumë shpejt do të jemi edhe në Universitetin e Shkodrës, me ftesë të vet rektorit të Universitetit Shkodrës, zotin Tonin, të cilin e përshëndes. Kemi vijuar me Korçën, në Universitetin e Korçës, ku jemi mirëpritur prej rektorit dhe prej gjithë stafit pedagogjik aty. Kemi vijuar me Elbasanin, ku dhe aty u bë një takim i jashtëzakonshëm. Dhe sot ndodhemi në Prishtinë. Në Prishtinë, në fakt, profesor Bebiu është në shtëpinë e tij, mysafirja jam unë, por më vjen mirë që më së pari ky libër është testuar, po e quaj kështu, në universitetet e Shqipërisë. Nuk e di nëse rastësisht apo e hyshtur disi pak edhe nga botuesit. Libri është përqafuar shumë, sepse vetë natyra e librit është do të thoja një studim i thellë dhe modern, deri diku dhe i guximshëm, mbi raportet e letërsisë shqipe me përkatësitë kulturore, gjuhësore, etnike dhe kombëtare. Libri në fakt ndjek një linjë historike që nis nga epika gojore e shekujve të hershëm, dhe më pas vijon me humanistët, me filobiblistët, dhe sigurisht kulmon me romantikët, duke në argumentuar se letërsia ka qenë një forcë e pashkëputshme në ndërtimin e vedijes shqiptare, për përkatësinë dhe për identitetin. Libri që prezantojmë sot, në fakt, është një ftesë, më shumë se sa një prezantim, është një ftesë për të kuptuar më mirë vetveten nëpërmjet historisë së shkrimit tonë. Ndoshta këto kanë qenë edhe disa prej arsyeve që libri ka pas një interes, sikurse u thash, edhe në radhët e universiteteve dhe në katedrat e letërsisë dhe të gjuhës në Shqipëri. Shumë shpejt do të jemi edhe në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë. Shumë shpejt do të jemi edhe në disa universitete private të Shqipërisë. Uroj, shpresoj dhe jam besim plot që të njëjtin përqafim ta bëjnë edhe universitetet këtu në Kosovë. Shpresoj shumë të jetë një test i mirë që studentët, jo vetëm të letërsisë, sepse libri nuk është krye këput letërsi, libri ndërthur në një mënyrë të mrekullueshme teorinë e kombeve, estetikën, epikën, historinë dhe filologjinë, duke na krijuar kështu një kornizë krejt të re për të kuptuar letërsinë shqiptare si një proces civilizues, por edhe si një forcë identitare. Shpresoj shumë që pa ky takim i sotëm të vlej që libri të ketë një udhë sa më të gjatë, të ngadalt apo të shpejt, kjo nuk ka rëndësi për ne, po të paktën ta ketë të gjatë, të lexohet, të përqafohet, dhe sigurisht të na hap pikërisht këtë lloj dritarësh si gati i ceka edhe më herët, sepse vetë thelbi i këtij libri në vetvete është ideja se letërsia nuk është një krijim estetik, por më së pari është një arkiv shpirtëror. Është një arkistruktur që bart kujtesën e popullit, mitet, besimet, normat sociale, modelet etike mbi të gjitha, dhe të gjitha këto elemente të ruajtura në këngë, në rrëfime, në tekste liturgjike, por edhe në veprat e shkrimtarëve, kanë luajtur një rol vetimtar në formimin e ndërgjegjes së përbashkët shqiptare. Profesor, urime për librin, shpresoj Don Fatmiri tha që është kryevepra juaj dhe pa diskutim nuk e heq asnjë presje, por shpresoj që të kesh edhe të tjerë në radhë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Lalinda.
na përcjellin bibliotekat në jetësh. Dhe kjo është e bukur sepse bibliotekat janë jo vetëm vende leximi, po vende takimi të studiuesve, të mendjeve të ndryshme që japin një kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e kulturës. Unë e pëlqej të them ashtu pa u përcaktuar në cilën fushë të veçantë, por kultura e cila na bën që të jetojmë më mirë, më ndryshe, më fisnik, dhe të bëhemi ata që japin horizonte të reja për të jetuar në botën aktuale. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për punën e madhe që e ke bërë, sepse nga që edhe vetë jam shpesh redaktor i libresh, e di që nuk është një punë e lehtë, por është një punë e vyer, sepse libri gjithmonë duhet të infiltrohet nga një mendje tjetër, që të dalë e të jap atë më të mirën. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për bashkëpunimin që kemi tash mes dy bibliotekave, Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë dhe biblioteka jonë, që është jo aq e madhe sa biblioteka juaj, por shpresoj që ka gjëra të cilat janë të vlefshme edhe në këtë bibliotekë, me kohë do të bëhen edhe publike në të ardhmen. Ligjëruesi i dytë i sotëm që kemi ftuar për të folur për librin Etnoletra Shqipe është profesori jonë, i nderuar Xhavet Beqiri, bashkëpunëtor i shtëpisë botuese drita i bibliotekës. Është profesor i asociuar në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës, ka doktoruar në fushë të stilistikës gjuhësore. Përveç studimeve të kësaj fushë, ai ka botuar një numër tekstesh edhe nga fusha e kritikës letrare dhe publicistika. Në kuadër të bashkëpunimit ndër universitar të Universitetit të Prishtinës me universitetet e tjera, ka qëndruar në Universitetin e Indianës, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Universitetin e Ljubljanës e të tjera. Libri i tij studimor, Lahuta e Fishtës, Gjuhë dhe Stil, është vlerësuar nga Ministria e Kulturës, së Rinisë dhe Sportit me çmimin vjetor për letërsi Ibrahim Rugova për veprën më të mirë në kritikë letrare dhe eseistik brenda vitit 2015. Deri më tani ka botu një varg librash në poezi, në studime, po i përmendi vetëm këto dy të fundit, që Shtëpia në Breg, një sprove tij e re, që është prozë poetike, e botuar nga Shtëpia botuese Buzukut 2022, dhe së fundi sprova e gjuhës, studime, që është botim i Shtëpisë botuese drita, Shtëpia botuese e jona. Faleminderit profesor, dhe fjala për ju për librin në fjalë. Faleminderit Don Fatmir për fjalët. Është kënaqësi e veçantë të jem sot bashkë me ju në këtë përurim librit të krijuesit dhe studiosit të nderuar veprimtarin, miku ton. Unë kam bërë një përpjekje, një sprovë për një lexim të librit të Etnoletra Shqipe, raporti i letërsisë me etnokulturën e konformimit. Idetë e mendimtarëve parapres shpesh herë nuk mirë kuptohen nga bashkëkohësit, sidomos në katedrat e mjedisit e ngurta akademike, të cilat në princip janë të mbyllura kundrejt çfarëdo pamje tjetër që nuk është e kornizuar për brenda syllabuseve zyrtare. Mbasi nga perspektiva e specialistëve konformist, ky refuzim edhe mund të jetë i drejtë, madje edhe krejt logjik, sepse e njohura e pranuar botërisht për herë mundson një farë rehatie akademike, sa do e ngushtë qoftë ajo. Studiosi Vebim Iftari me librin e tij Etnoletra Shqipe
na jep një shembull të shkëlqyeshëm se si shikimi për te i perdes e standardizuar nga etërit e kritikës së studimeve letrare mund të krijojë një pamje tjetër, një pamje shumë të plotë me hierënd të pati peizazhi që ne në komoditetin tonë akademik e shoqëror kemi kujtuar se njohim në tërësi. Formimi teorik, njohja e ligjësive të krijimit dhe dija e konsoliduar për objektin e hulumtimit të tij, si dhe njohurit për shkollat e pararendësve, i kanë mundësuar studiosit miftari që ta ketë vullnetin dhe urtësinë për të shikuar e për të veneruar përtej shabloneve të kanonizuara studimore kritike të katedrave filologjike, veçmas të atyre albanologjike. Kësaj, ai është hedhur me vetë dije në ullit e gjera të kërkimit interdisciplinar, duke na dhënë një shembull vërtet të admirueshëm se si një varg, një poezi, një këngë, një vepër, madje një etnokulturë, një etnohistori, mund të shihet e të përjetohet ma bukur e ma nënalësume nëse shihet në tërë dimensionet e saj dhe nga të gjitha pikat e mundshme të shikimit. Miftari po anë më të drejtë se mungesa e ndërveprimet në fushat e tjera i kishte kufizuar dijet mbi letërsinë e kulturën, nga që i trajtonte ato si krimtari artistike, por linte anash ndikimin e saj si mjet shprehjeje të pikpamjeve sociale, kulturore, filozofike dhe përforcimin e pikpamjeve të komit mbi vetveten. Po citoj, kisha vënë re se studimi i letërsisë, sidomos i letërsisë së hershme shqipe, lidhej vetëm ndonjëherë me shtresa kulturore. Mirpo, edhe kur bëhej kjo, anashkalohej thelbi i tyre, ndikimi një kulture të hershme popullore në bartën e formave të letërsisë, nga ajo gojore në atë të shkruar. Kështu pamundsohej njohja e shpirtit popullor, ndjenja e tij, kujtesa e besimit, përfshirë mitet në studimin e letërsisë së hershme shqipe. Si rezultat, projekti i tij vetjak, ofrimi një qasje të re e cila krimtarin letrare do ta trajtonte në raport me dijet historike, filozofike, humane, jo vetëm mundsonte që letërsia të merrte peshë brenda trashëgimisë historike dhe kulturore të shqiptarëve, por do të ndihmonte edhe në sqarimin e raporteve që ajo ka me pikpamjet kulturore, letrare, historike të tyre. Përkushtimin e lumtues, gjerësia teorike, njohja dhe zotrimi koncepte dhe çështjes së trajtuar kanë bërë që miftari ta zotrojë në plotëni edhe organizimin e megatekstit për quaj kështu të letrës shqipe, duke treguar krahas pjekurisë teorike edhe shkallësi bindëse aplikative. Sa i përket strukturës, përveç pjesës ashtu quajtur paratekstuale si përmbajtja, parathënia kështu me radhë, ky libër përmban edhe këta 3 kapituj, të themi kushtimisht, të cilët vetë autori i emnon libra. Libri i parë, letërsia e përkatësi, me nën kapitujt, letërsia në tehun e teorive mbi konformimin dhe rolit e letërsisë në krijimin e përkatësive kombëtare. Libri i dytë, humanistët e filobiblistët, me nën kapitujt, letërsia përkatësore humanistëve dhe letërsia përkatësore filobibliste. Dhe libri i tretë, romantikët e postromantikët, me kapitujt romantizmi dhe përkatësit pararendëse, përkatësia romantike, kujtesa dhe përkatësia romantike, miti dhe përkatësia romantike dhe himnet kombëtare, fryma e përbashkësisë. Ne do t'i paraqesim shumë përmbledhura disa nga qëndrimet që ofron ky studiues, por gjithsesi duke e shmangur intencën e interpretimit, sepse konsiderojmë që vetë teksti i miftarit është aq i qartë i përmbledhur, saqë bën pothuajse të panevojshme ta ashtu quajturën urën e mes kritikut e Elizeusit. Po citojmë: letërsia e shkruar shqipe lindi nga që në tokën e arbrit që shtresuar tashmë një traditë popullore, si sinkretizim i traditës lokale dhe kulturës fetare. Ajo mundësoi shfaqjen e lokales dhe autentikës brenda kulturës universale, të cilën mesjeta e shitet të simbolizuar në institucionin e kishës. Ngjashëm me popujt e tjerë,
edhe arbrit përkthyen e shkruan tekste të cilat jo vetëm krijuan parabazën për kapërsimin nga kultura gojore shqipe në atë të shkruar, por përcaktuan edhe vetë karakterin e saj, si letërsi me parabazë të fuqishme biblike, ose letërsi filobiblike. Shkrimtaria e tyre u shndrua në lidhje mes kulturës së vendit dhe synimeve të njerëzve. Në librin e parë, Miftari trajton raportin mes letërsisë së fatit historik të kombëve të përjetësuar në epikën gojore ose në letërsinë e shkruar dhe ndikimin që ajo ka pasur në zhvillimin e vetëdijes për përkatësi kulturore, fetare, gjuhësore, etnike, deri te ajo kombëtare. Si për ta orientuar lexuesin për mënyrën e komunikimit me këtë studim, ai rrëfen se projekti i tij studimor është nxitur nga një premisë në të cilën arrinte Anne Marie Tissé, pasi kishte studiuar mënyrat e krijimit të kombëve. Ajo mendonte se epika gojore është bardhëse dhe artikuluese e kujtesës së kombëve, sepse e bardh trashëgiminë e tyre shpirtërore dhe e bën atë në shtresë kulturore, mbi të cilën kombet e artikulojnë historikisht të kaluarën e tyre. Në epikën gojore, thoshte ajo, dëgjohet vazhdimisht jehona e shekujve dhe shpaloset kujtesa e përbashkët. Pra autori trajton këtë raport mes kujtesës së këndës epike, duke i parë ato të lidhura si ny në përpjekjen e bashkësive për ta ringjallur të kaluarën e për të krijuar model frymëzimi për brezat. Citoj: duke u kënduar në këngë nga njëri brez tek tjetri, trashëgimia përforcohet duke u mësuar brezave të ardhshëm që të krijojnë kuadrin legjendar historik mbi të shkorin e vet. E kënga, duke kaluar gojë me gojë nga brezi në brez, shndërrohen jo vetëm në mjet shprehjeje artistike, por edhe në teknikshmëri, arkistrukturë që i shtyn njerëzit të besojnë në disa vlera të përbashkëta dhe ta ndjejnë të afërm tjetrën që beson në to. Kështu lind kujtesa e përbashkët ose kujtesa kolektive. Në disa paragraf për të arsye të kohës, për i kaloj, gjithmonë duke bërë përpjekje mos ta dëmtoj strukturën e tekstit. Brezat e ardhshëm do të vërmojnë në të për të gjetur rënje të hershme. Sa më thellë në histori që të shtrihen këto rënjë, aq më e fuqishme bëhet dëshira për dëshmimin e tyre e për shpalosin e tyre, si dëshmimi të ekzistencës së lashtë. Kësësoj, ajo shndërrohet në mjet për përtrirje etnike dhe mban të gjallë frymën, ndjenjën për të përbashkëtën. Këtë lidhje të përhershme mes kujtesës kolektive dhe kapërcimit e saj në mjet motivues për brezat ndërmjet këngëtimit epik, Miftari dëshmon duke marrë si model librin e James Macphersonit, Poemat e Oceanit, të njohura ndryrë si këngët oceanike. Për të argumentuar idenë se letërsia në të njëjtën kohë bardh dhe nxit ndjenjen e përkatësive, Miftari risjell në kujtesën e lexuesit debatin e hershëm, por asnjëherë të mbyllur tërësisht mes dy shkrimtarëve gjerman, Herderit dhe Goethes, të cilët përplaseshin rreth idesë nëse letërsia duhet të pasqyrojë shpirtin e kombit, të jetë kombëtare, që mendonte Herderi, apo duhet të trajtojë temat e përgjithshme të njerëzimit, të jetë universale, siç mendonte Goethe. Studiuesive bimiftarëve në pasi romantikët i kundërvijen universalizmit të krishterë të veshur me pet sekularist, duke theksuar lokalin, jo universalin. Kombi si projekt kulturor dhe politik del nga kjo kundërvënie. Në gjykimin e tij, letërsia i parafron këto dy pikpamje. Është universale për nga natyra, por shtron artistikisht pikpamjet të bardhëve të saj, në ide e përmbajtje. Prandaj hamencim se çfarë mendojnë vetë pjesëtarët e kombit mbi raportin që arti i tyre ka me zhvillimin e tyre, është i pashmangshëm. Miftari shqyrton raportin e letërsisë me krijimin e kombëve e zhvillimin historik të tyre. Për këtë qëllim ai fillimisht i trajton teoritë kryesore të konformimit nga etnosimbolistët, modernistët, primordialistët e perennialistët, teoritë bashkohore, e pastaj edhe ndikimin e ndërsjellë mes pikpamjeve të kombëve për veten e tjetrin dhe letërsisë si mjet shprehje artistike.
Në mënyrë të veçantë, Miftari trajton ndryshimin themelor ndërmjet etnosimbolistëve dhe modernistëve, nga se këto dy teori shfaqin pikpamje krejtësisht të ndryshme për zhvillimin e letërsisë, por edhe për mënyrën e të kuptuarit e të funksionit të saj në shoqëri. Objekti i librit të dytë është letërsia e hershme shqipe, humaniste e filobibliste. Nga humanistët janë marrë si model dy librat e Marin Barletit, Rrëthimi i Shkodrës dhe Historia e Skënderbeut, si dhe ai i Dimitër Frangut, komentari i luftrave të turqve dhe i zotëri Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, Princi e Firit. Përcaktimi për veprat e Barletit dhe të Frangut në diskutimet për raporte letërsisë me pikpamjet e popujve për mbi përkatësit, sipas Miftarit e bën të pashmangshëm hamendësimin nëse është e mundur që shkrimtaria e humanizmeve të ndërlidhet me homogenizmin e kombit. Shkrimtaria e humanizmit lidhet me diskursin historik dhe jo me atë letrar. Gjithashtu ajo shkruar në gjuhë tjetër, atë latine dhe jo në gjuhën shqipe. Atëherë pyet Miftari, me çfarë kriteri shkrimtaria e humanizmit është përfshirë në studimin e raporteve kom nacionalizëm krimtari? Ka disa arsye argumenton ai. Spari, humanistët edhe ata shqiptar kërkonin modelin e ripërtritjes kulturore artistike, e cila mund të vinte nga drita hyjnore, shpirtërisht, edhe nga modelet e hershme kulturalisht. Skënderbeu i Barletit dhe i Frangut, që modeli i krijuar për mbi këtë vetdije humaniste, por i lidhur për tokën e njerëzit, për njerëzit e tij normal. Së dyti, modeli i heroj që prire drejt parimeve klasike do të mbete një model i papërkatësi, nëse autorit e tij, Barleti dhe Frangu, nuk do të pririn që tekstet e veta t'i shtronin sipas parimeve estetike humanisme, edhe pse në gjuhën latine, por me subjekt shqiptar. Madje ata e bënin të qartë se përshkruanin tekst për herojin arbëror, që bëmat e tij të mos harroshin dhe të ngjallnin shpirtin e bashkëkohësve të tij. Për filobiblistët, libri mban parasysh një paradigmë kulturore. Letrarësia, shkrimtaria e tyre është e lidhur me ekzistencën e një kulture popullore të krishterë, e cila ka mundësuar lindjen e veprave të para letrare, krahas politikave të papatit për të lejuar botimin e librave në gjuhën vernakulare. Pra, veprat e para shqipe janë rezultati i ekzistencës së një kulture të krishterë, i organizimit të jetës së arpit dhe intitës së klerikëve që ta përjetësojnë atë në veprat të shkruar. Nga filobiblistët, Miftari ka zgjedhur të trajtojë veprat e Gjon Buzukut, Pjetër Butit e të Pjetër Bogdanit, të cilët ai sheh si produkt i ekzistencës së kësaj tradite kulturore, në të cilën feja ishte lidhur me kulturën e vendit, ndërsa kjo me përkatësinë. Buzuku, përrisi teksteve të shkruar në gjuhën shqipe, provoj që kulturën fetare, në formë formula shkeshtare, oratash e lutjesh, ta kthente në kulturë të shkruar, duke përkthyer tekst liturgjie në gjuhën shqipe. Krahas tyre, Miftari analizon edhe krimtarinë e Frank Bardit dhe të Jul Varibovës, po të autorëve të tjerë. Në librin e tretë, autori trajton letërsinë e romantizmit, duke i përfshirë edhe disa nga post-romantikët e letërsisë shqipe. Libri përfshin periudhën e krijimit të një vetëdije të re mbi rolin historik të bashkësive etnike e kulturore. Zgjimi kulturor romantik si rimarrje e riartikulimi rezultateve të këtyre periudhave pararendëse dhe pasqyrimi në letra e ideve kombëtare, politike e kombëtare, kulturore në romantizëm është objekt themelor i librit të tretë. Kërkimi i rrënjeve të hershme, këngëtimi epik, ndërloja me narrativën popullore dhe ringjallja e epikës historike u bën premisa të pakapërsyeshme për kërkimin e një përkatësie të re, asaj romantike. Kjo ndërlidhje përbën dimensionin e dytë të rëndësishëm që trajton libri i tretë. Shqiptarët, thot Miftari, kanë zhvilluar kulturë të hershme dhe të pasur popullore. Ata e kanë ruajtur e kultivuar folklorin si mjet për dëshmim e ripërtritje. Mbledhja e tij, prandaj, u bën njëri nga synimet e romantikëve, ndërsa krijimi sipas modelit të rapsodive të hershme arti dëshiruar. Vetë Derrida, me hershme me madhe artikuluesi ndjenjës romantike shqiptare, i krijoi veprat e veta mbështetur në këtë model. Synimi
ringjallja e shpirtit shqiptar dhe i dëshmisë për trashëgiminë e hershme. Kësaj kënga është ndërruar në mjet për artikulim e mobilizim. Po ashtu në këtë libër Miftari analizon strukturën e këngëve krishtlike për ta hetuar praninë e kujtesës historike në to, si dhe ndikimin që kjo kujtesë ka pasur në zimin romantik. Po e citoj: të vetëdijshëm se këngëtimi epik nuk e përcakton qartë arealin historik dhe as ngjarjet historike e bartësit e tyre, dhe historia është shtysa themelore për ngjalljen e ndenjës kombëtare. Njohja e veprave themelore historiografike u bë imanent. Prandaj, libri merr në shqyrtim kërkimet historike mbi të gjitha librin Historia e Shqipnisë të Ndos Nikaj, nëpërmjet të cilit mund të shtrijej kërkime për atë që Steven Grobsky quan thellësi kohore. Në këndvështrimin e këtij studiuesi kërkimin e thellësitë historike, veprimi i pëlqyer nga romantikët, i shpuri ata deradën e letra shqipe deri te kërkimi i impulseve të hershme, organike, kombën e lashtë, dëshmimit të cilët nuk kuptonte jo vetëm praninë e tyre në histori, por edhe afirmimin e së drejtës së tyre për të jetuar të lirë e të mosvarur. Roli i letërsisë në shpalosin e këtyre impulseve organike bëhej jetik, sekondër që gjua shndrohet në mjet të fuqishëm për krim përkatësie e mbijetese. Duke i rrëfyer të kaluamën, ajo shndrohet në mjet lidhje mes kujtesës historike, përkatësisë etnosimbolike dhe synimeve politike. Miftari trajton këto dimensione në veprat e autorëve të mëdhenj romantik, si derada e Naimfrashi e pastaj në shkrimet e hershme të tij Fishta dhe Pashkovasa. Përfundim, libri Etno letra shqipe, raporti i letërsisë me të kulturën e konformimin, e shquan thellësisht akrilia shkencore e realizimit. Miftari shtron një pyetje, ngrej një hipotezë, të cilën e shtjellon imtësisht për t'ia dhënë pastaj përgjigjen. Mandej, pasi ta ketë sheshuar sërish i bindshëm, kalon te përfundimi që në fakt është qëndrimi i tij autorial. Shenjë tjetër dalluese kësaj vepre është gjuha. Duke qenë vetë krijues, poet, Miftari shquhet për ligjërimin e rrjedhshëm të pastër me leksike me vokabular shprehje shqipe, të cilat këtu gërshetohen e shkrihen lehshëm si një trungje vetëm me njësitë gjuhësore profesionale me terma tipik të diskursit teoriku letrar. Me këtë libër, Miftari na ka dhënë një model të veçantë shkrimi, që komunikon lehtë qoftë me lexuesin entuziast e pathellim të theksuar në artin e shkrimit e në dijet filologjike, qoftë me lexuesin ideal që teksa njihet e përrimton veprën e lexuar, nisë bëhet edhe vetë bashkëlltar me të. Autori Vebi Miftari është tashmë një lexues model që duke e njohur dhe duke studiuar me përkushtim absolut bukurinë dhe thellësinë e fjalës e të këngës argënore shqiptare, ka kaluar fuqishëm nga stadi i lexuesit në atë të studiuesit e të krijuesit model, që i bën derë pjesët i autoriale, botuesit dhe mbar letërsisë e studimeve bashkëkohore shqipe. Faleminderit, ju kërkoj pak ndjesje zgjata, mirë po libri është i tjetër. Faleminderit. Faleminderit shumë profesor për këtë shtjellim të thuket të librit. Nuk e ke zgjatur tamam. Pasi të kemi shpesh jemi në bashkëpunëtim të këtyre takimeve kulturore, atëherë pak a shumë e kemi marrë edhe një mas që mos të kalojmë për të bijave të kuqe. Por gjithmonë është knatësi se si e lexoni dhe komentoni një libër me pasion dhe me plot kompetencë që ju përket. Faleminderit shumë. Gjithmonë është një knatësi kur bëjmë një prezantim apo promovim të një libri, ta kemi edhe autorin i cili në mënyrë të drejtë për drejtë do të na tregon nganjëherë nuk i dim krejt si krijues edhe shkaqet kanë vinë për ta bërë një vepër, por pak a shumë arrim me i gjetë pse, si dhe çfarë na shtyn të mirëmi me një çështje të veçantë.
Unë e di që Bebiu një kohë të gjatë është marrë me këtë temë, ka pasur edhe shkrime, madje edhe një libër mbi këtë, dhe besoj që pas një shtriktimi dhe thellimi të gjatë ka arritur ta bën një studim të rrumbullaksuar, edhe pse studimet kur nuk përfundojnë, por pas disa viteve ka ardhur edhe ky hypotem që konsiderohet kryevepra e tij. Prandaj fjalën tani ka autori. Faleminderit shumë Don Fatmir, mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit që keni ardhur dhe në fakt po më kujtoni një rrugtim të gjatë, sepse kolegët folën për rrugtimin e gjatë librit, mua ndërkohë po duke parë fytyrat, duke parë gjithë këto personalitete njerëz të dashur këtu, po më kujtoi rrugtimi i gjatë i imi dhe nisa me mendu sa institucione, sa medje, sa universitete kam kaluar dhe që i bie se me rrumbullaksu sa vite jetë kemi ka përcy. Du vërtet me falenderu Don Fatmirin, jo vetëm për promovimin, për mundësinë që na ka dhënë sot të flasim për këtë libër, për gjithë atë që po bën parazgjithash për kulturën shqipe, për kulturën shqiptare, më falni, që për librin, për letërsinë shqipe dhe për të mbajtur, si më thënë, gjallë debatin mbi kulturën, që nuk është shumë i lehtë, sidomos në kohët e sotme. Duhet falenderoj po ashtu Bibliotekën Ernest Koliçi, unë kërkoj ndjes sepse këta e kanë dizajnuar, e kanë bë tmerrsisht bukur, aq sa unë nuk po i shoh disa nga miqtë e mi andej, po besoj që na e falin këtë. Duhet falenderoj natyrisht redaktorën shkencore, Zonjën Toqi, e cila vërtet ka bërë një lexim shumë të thellë dhe ka ndikuar, pra nëse libri sot ka një cilësi të deridikueshme, merit e saj, merita padyshim është e saj, siç është edhe e recensuese zonjës Evalda Paci, që ka qenë recensuese nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Dhe me që përmenda Akademi, natyrisht nuk mund të posi falenderoj vetë Akademinë, udhëheqësin e saj profesor Gjinushin, profesor Shaban Sinanin dhe gjithë të tjerët, të cilët me të kuptuar ose me të pasur në dorë dorëshkrimin e këtij libri kanë shprehur vullnetin, dëshirën, gatishmërinë që ta botojnë dhe pastaj në bashkëpunim me shtëpinë botuese Toena, një shtëpi natyrisht e njohur për gjithë ju besoj, kanë vendosur që ta botojnë. Falenderoj po ashtu edhe profesor Xhavi Beqirin, i cili i ka bërë një libër, një lexim shumë të thellë librit, siç i bën zakonisht. Nuk di nëse libri vërtet është deri në atë shkallë sa e përmendi ai, por gjithsesi është gjë e mirë kur sheh se profesor Xhaviti dhe të tjerët si ai bëjnë leximin e duhur letërsisë, letrave shqipe. Si që tha, libri ka marrë një përkraje, si më thamë, të gjerë, të cilën unë personalisht nuk e kisha pritur, sepse librat studimor nuk është se janë shumë të pëlqyer. Përgjithsisht libri tashmë nuk është shumë i pëlqyer në formën e shtypur, por sidomos librat studimor, por duke qenë ndoshta që siç u tha, me të drejta, me të padrejtë prej parafolsve, hap një perspektivë ose provon spaku të hap një perspektivë të re leximit të letërsisë, duke e parë atë të ndërlidhur me fusha tjera, pra një lloj studimi ndërdisiplinar, besoj që kjo ka tërhequr sidomos vëmendjen e universiteteve të shumta në Shqipëri, të cilat tashmë duan ta bëjnë pjesë të pashmangshme të kurikulave të tyre. Unë nuk e di nëse libri i plotson këto pritje të tyre, nuk e di nëse unë kam arritur që të jap një studim që
i përmbush këto pritje, por gjithsesi është një inicie, është një nismë që ndoshta dhe shpresoj shumë do të pasorohet edhe prej studimeve tjera. Si që u tha paka shumë, libri provon që spari të dëshmoj se zhvillimi i letërsisë është i pashmangshëm nga pikpamjet që bashkësitë, sikur i quajmë unë, sepse kur themi, nëse do të thoshim kombet, do të flisnim për një periudhë më vonshme, e pjesa dërmuese e librit nuk flet për këtë periudhë, flet për periudha shumë më hershme, për raporte shumë të hershme mes letërsisë dhe filozofisë, mes letërsisë dhe historisë dhe pastaj natyrisht edhe mes letërsisë e pikpamjeve kulturore. Pra, në një anë, letërsia është, siç e tha edhe profesor Xhaviti, bartëse dhe nxitse. Pra, ajo bartë shpirtin, kujtesën kolektive dhe në ndërkohë bëhet nxitse e vetdijes së këtyre bashkësive mbi vetveten. Dhe po them, kur flasim për bashkësitë, ne flasim parazgjithash për bashkësitë gjuhësore, bashkësitë kulturore dhe më vonë flasim për bashkësi etnike deri te formimi i kombeve. Mua në fakt nuk më pëlqen të flas shumë për veten ose jo, për librin po ashtu, por do të përpiqem t'i them pak gjëra që ndoshta hapin edhe një perspektivë leximi për ata që do të kenë mundësi ta lexojnë librin. E para, duhet kemi parasysh që nuk nëse flasim për letërsinë e hershme shqipe ta zëm, sepse aty z, si më thanë, është kërthiza e gjithë studimit, duhet kemi parasysh që ajo çfarë ne lexojmë si letërsi të humanistëve nuk mund të shihet e pashkputur parazgjithash nga pikpamjet filozofike të kohës, të cilat unë do të përpiqem të ilustroj me një shembull. Me një shembull të letërsisë së përbotshme të lidhur me po ashtu një personalitet jashtëzakonshëm të filozofisë botnore. Pra, me pikpamjet që ai që njihet si Erasmi i Rotterdamit i ka shfaqur dhe gjithë periudha, si më thonë, humaniste i ka shpërfaq, dhe shembullin që pastaj letërsia e jep nëpërmjet Cervantesit ose nëpërmjet kryeveprës botnore të tij Don Kishotit. Duhet kemi parasysh që pikpamjet të cilat i shfaq Erasmi në atë kohë janë në kundërshtim, le të themi, me pikpamjet tradicionale dhe po ashtu bien në ndesh me pikpamjet të cilat shpërfaqen ta zëm pas shpalljes jashtëzakonshme të Martin Lutherit në kishën e tij, sepse kemi parasysh në atë kohë kisha po kalonte nëpër një periudhë të vështirë, siç po kalonin gjithë shoqëritë e atëhershme, dhe ai përpiqet që të jap të shtroj disa pikpamje që do të shërbenin, natyrisht do të shërbenin kishës, por në të njëjtën kohë do të shërbenin edhe, si më thonë, njerëzve laik, të cilët para së gjithash intelektualve, njerëzve që merreshin me kulturën, me dijen, dhe në këtë synim ai shpreh tezën e tij, të cilën kurora e së cilës mund përmbledhet në të fjalshin lavdi marzis. Pra, kur marzia fillon bëhet akti më i lartë i urtisë, sepse duhet kemi parasysh, pra duhet mbajmë parasysh raporte historike përveç se ato filozofike, dhe duhet të dimë që për vetë Erasmin nuk ishte e lehtë që të shpallte një lloj programi të tillë, sepse të shpallurit heretik ishte gjë e zakonshme në atë kohë, dhe ai po përpiqej pra që nëpërmjet gjuhës simbolike të provonte të shpërfaqte pikpamjet e veta mbi zhvillimin e shoqërisë dhe natyrisht edhe mbi zhvillimin e kishës. Këto pikpamje, të cilët ju dini pastaj në Këshillin e 30-ve, vendimet që janë marrë mbi vetë letrat e tërsinë e Erasmit, e dini që ka pas një listë të librave të ndaluar që është quajtur Indexum Librorum Prohibitorum,
nëpërmjet të cilit disa prej librave të shumë të rëndësishëm botëror përfshi edhe librat e Erasmit janë shpallë, si më thënë, të pavlefshëm. Por fatmirësisht teoria e tij mbi marrëzinë, po e quaj kushtimisht në kuptimin e urtisë, pra e marrëzisë edhe një herë po përsëris si akti më i lartë filozofik i urtisë, ka mbijetu. Dhe çfarë shohim ne pastaj te Don Kishoti është një rimarrje e kësaj filozofie, por në një gjuhë simbolike. Pra, ajo që ne, nëse derisa të kemi lexuar Don Kishotin si roman kalorësiak, mund ta kemi lexuar si libër krijimtarie artistike, argëtuese etj. Duhet kemi parasysh që nuk është e tillë, sepse nuk shpërfaq vetëm krijimtarinë artistike, shpërfaq dimensione shumë më të thella që janë filozofike. Dhe atë që Carlos Fuentes lexova këtë ditë na e kujton një pikpamje shumë të rëndësishme që thotë kryeveprat e mëdha janë, si më thënë, shprehjen simbiozën me epokat. Dhe Don Kishoti ishte pikërisht simbioza e kësaj epoke. Pra, çfarë duhet të them me këtë? Se letërsia zhvillohet krahas zhvillimit të shoqërive. Letërsia bardh ndjenjen e bashkësive mbi vetveten, pikpamjet e tyre, por në të njëjtën kohë mbi ndërdijen, mbi kujtesën kolektive nxit një lloj pikpamje të re ose vetëdije të re mbi vetë pozicionin e shoqërisë. Dhe për të kthyer te humanistët tanë, pra është e pa imagjinueshme që ata të mos kishin përkime të forta me pikpamjet estetike të humanistëve ose të humanizmit. Vetë faktit që Barleti Tazon shkruan brenda një ose në një vend sikur Venediku, që ishte një prej qyteteve më të zhvilluara në të epokës së humanizmit, se ishte mirëpritur nga kjo dhe kishte mirëpritur, si të themi, parimet themelore estetike, atëherë ai shkruan mbi parimet që ishin të kohës, pra shkruan për heroin tonë si një figurë humaniste, të cilën e shquan natyrisht trimëria, por e shquan edhe urtia dhe mëshira. Dhe këto dimensione pastaj bëhen thelbi i krijimtarisë së Barletit, anipse diskursi i tij, sikur thuhet shpesh në studimet tona, provonte të ishte historik. Natyrisht kultura e tij, vendis ku shkruante pikpamjet humaniste që Barte e kishin e përjashtojnë në mas të madhe këtë, ai shkruan tekst, si themi, nuk mund të themi tekst historik, sepse tek e fundit ai shkruan tekst mbi kujtesën e atyre të cilët e kishin bartur këtë përvojën historike nga trojet shqiptare arbre në Venedik. Dhe Mitter Frangu pastaj provon që t'jetë, si më thënë, më afër së vërtetës, por rishtas brenda kësaj kornize humaniste. Ai provon që të referohet dokumenteve historike, cilat që është e vërteta rishtas i mungojnë, por nuk është më i mbështetur kryesisht në rrëfimin ose në kujtesën historike, por provon që atë sepse kemi parasysh që dal nga dal humanizmi i ndjekur nga Renesanca po krijonte modelin klasik, pra modelin e kthimit ka vlerat klasike, të cilën pastaj e përqafojnë natyrisht edhe autorët shqiptar. Në periudhën e Renesancës, pra kur, siç e tham, shoqëria kishte kaluar nëpër vorbullat jashtëzakonshme, kur kishte përjetuar krizat jashtëzakonshme, ata, si më thani, kthehen vetvetes. Pra është rasti kur autorët shqiptar, natyrisht priftërinj të cilët kishin shkuar për të shkolluar në qytete të ndryshme të italiane, gjejnë mundësinë që edhe duke u mbështetur në rrethanat e kohës, pra kur papati kishte lejuar tashmë të shkruarit dhe të botuarit në gjuhët vernakularës, në gjuhët e vendeve, në gjuhën e kulturave më të vogla, kur kemi parasysh se ishte tashmë Gutenbergu kishte shpikur
shtypshkronjën e parë, kur botimi i librit ishte bërë shumë më i lehtë, pra njerëzit tashmë nuk njihen vetëm kopistët, ata që bënin që shkruanin në pergament tekstet dhe e keni parasysh është proces shumë i ngadalë, por shtypshkronja hapi, si më thoni, një perspektivë të re në botë, krijoi një mundësi të jashtëzakonshme që jo vetëm librat, por edhe natyrisht tekstet liturgjike e tjera të botohen dhe të shumëzohen shumë më shumë. Tek e fundit kështu u shumëzua edhe u shpërnda edhe u shpërndan edhe pikpamjet e Martin Lutherit, i cili në fund të fundit thot nuk isha unë ai që shkrova gjë, ishte fjala ajo që u shpërnda dhe që bëri Jehova. Pra thjesht duhet të kuptojmë që këto pikpamje janë, si më thonë, të ndërvarura. Ata filobiblistët shkruan sepse me vete bartën një kulturë të jashtëzakonshme popullore, një kulturë të fuqishme gojore që bëhet pastaj thelbi i përpjekjeve të tyre për ta dëshmuar gjuhën, sepse keni parasysh që Buzuku po edhe Budi thonin se shkruanin në shërbim të gjuhës sonë, pra të gjuhës atnore, ndërkohë që Bogdani ishte, si më thonë, më filozofik, ai është më afër filozofisë së kohës, dhe tek e fundit çeta e profetëve është një lloj traktati, si më thonë, filozofik letrar. Pra, thjesht, ata po i përshtateshin kohës, po përfshiheshin brenda pikpamjeve të kohës dhe si rezultat, natyrisht ne kemi disa vepra tepër të jashtëzakonshme, tepër të rëndësishme për kulturën shqiptare. Por duhet ta kemi parasysh që në këtë kohë, kjo kohë është edhe koha e kalimit nga kultura gojore në të shkruar, madje edhe brenda vetë kishës, nga koha e predikimit, nga koha e bartjes nëpërmjet fjalës dhe shpërndarjes së saj, tani kemi pra kulturës së folur, po kalonim në kulturën e shkruar dhe gjithë kjo e krijon, si më thonë, mundësinë që tekstet të tilla të rëndësishme të bëhen të krijohen atë kohë. Por gjithsesi për mua është shumë e rëndësishme se kjo krijimtari, këto libra mbesin të lidhura me kulturën popullore. Pra kishte një kulturë të hershme epike, kishte një kulturë të hershme popullore, një lloj sinkretizimi kulturës lokale, pastaj që ndodh me kulturën universale, e cila natyrisht identifikohej nëpërmjet të institucionit të kishës dhe e krijonte një mundësi, si më thon, shtratin e jashtëzakonshëm për vepra të tilla. Mëtej, natyrisht unë kam provuar që në kërkimet që kanë zgjatë, siç e tha edhe Don Fatmiri për vitet tona, diku 9-10 vjet, të përpiqem të shoh këtë lloj kapërcimi sidomos në informacione të rëndësishme, pra në letërsinë filobibliste dhe atë romantike deri te pas romantike, siç i përmendi edhe profesor Beqiri, për të hetuar këtë lloj ndërlidhjeje të pashkëputshme. Sa u takon autorëve romantistë ose vetë romantizmit, unë kam bërë një kërkim të gjatë për ato që unë i quaj identitete pararendse, sepse duhet kemi parasysh edhe romantizmi, sikur periudha e humanizmit më herët, provon që ta rikthej artin klasik. Madje provon që atë dy pushtetësinë të cilën e kontestonte Renesansa, kthimin ka arsyeja të cilën e promovonte iluminizmi, të i kalojnë në kuptim të ngjalljes, ripërtritjes një ndjesie të hershme për artet klasike, që e kthen pastaj edhe vetë ndjesinë ose përqendrimin ka subjektivja. Dhe në fakt romantizmi, në atë që unë kam parë, del edhe si kontestim i fuqishëm pikërisht i këtyre identiteteve pararendse që në fakt e përbëjnë thelbin ose piknisjen e tij. Është tingëllon paradoksale, po ndërlidhja duke u kontestuar shpeshherë shumë e fuqishme. Edhe në romantizëm pak a shumë ngjet pikërisht kjo. Janë trajtuar dimensione të shumta, është trajtuar sidomos epika gojore për këtë kohë, epika legjendare dhe historike, sepse ajo përbën një shtrat të fuqishëm për ato që unë i quaj shtresime kulturore ose arkistruktura, siç e përmendi zonja Toqi, të fuqishme mbi të cilat nxiten dhe marrin, si më thënë, udhë këto pikpamje. Është trajtuar kujtesa kolektive si një premis e veçantë,
Dhe këtu jam përpjekur të diferencoj natyrisht llojet, si më thonë, ose kategoritë e kësaj kujtese, sepse nëse kujtesa epike ishte e rëndësishme për një tip letërsie të cilën ose një model me të cilën krijoi letërsia, dhe profesor Xhaviti Rishta se përmendi letërsinë e Deradës, atij që ne e njohim si apostullin e romantizmit shqiptar. Në ka të tjera pikpamje ose të tjera kategori kujtese, siç është ajo juridike zakonore, me cila përmbledhet pastaj në kanunin e Legdugagjinit e të tjera, të cilat së bashku e përbëjnë, si më thonë, shtresën mbi cilën këto pikpamje nisin. Por premisa themelore, siç e përmendi edhe profesor Xhaviti, nga e cila unë jam nis, ka qenë ky lloj raporti i reciprok i ndërsjell ndërmjet letërsisë, kujtesës epike dhe pikpamjeve të bashkësive mbi vetveten. Deri te dialogu, si më thonë, me teoritë kryesore të konformimit, natyrisht nuk është as synim as detyre imja që të shteroj debatin mbi këto pikpamje, sepse për këtë janë studiuesit e shkenca politike të tjerë, të cilët japin, sigurisht janë edhe më të thirrur se sa unë, por të shoh kapërcimin ose pikpamjet themelore të tyre, reflektimin që letërsia u ka bë pastaj këtyre pikpamjeve, dhe natyrisht ndërlidhjen mes tyre. Dhe në këtë kuptim dalin disa rezultate të cilat unë besoj që janë të qëndrueshme, natyrisht janë gjithmonë libri është pjesë e debateve të lexuesve, ata janë gjykatësit themelor të tij. Përveç asaj që u theksua, pra se letërsia, si po thënë, letërsia shqipe është letërsi politike, siç thoshte Çabej, por jo e ideologjizuar, sepse ajo nuk është më letërsi, te i kalon funksionet themelore të letërsisë, por në kuptimin e përmbledhjes së këtyre pikpamjeve të bashkësisë ose të etnisë mbi vetveten. Vetë zhvillimi i kombit ton është, nëse flasim për kategoritë themelore të konformimit, nuk është komb politik, është komb kulturor, në kuptimin që gjithë ajo që u diskutua deri këto, pra shtresimet e rëndësishme kulturore ose ato që Smithi i quhen etnosimbole, janë në thelb si më thonë, të formimit të tij. Pikpamje, dallimet janë të mëdha, sidomos mes modernistëve dhe etnosimbolistëve, sepse modernistët thonë që kombi është produkt i nacionalizmit, nacionalistët kombformues janë si më thonë, nxitësit themelor, natyrisht në këtë ka një të vërtet, por nuk mund t'ja atribojmë formimin e kombit vetëm zhvillimit industrial ose zhvillimit medial, ose si më thonë, zhvillimit ekonomik të bashkësive, sepse ka raste të tilla në botë, nuk përjashtohen, por për letërsitë, për kulturat, për etnitë, sidomos të kësaj zone, nuk mund të diskutohen pikpamjet konformuese pa pasur parasysh pikpamjet të fuqishme ose shtresimet të fuqishme etnosimboliste. Dhe krejt në fundën jam përpjek që të identifikoj edhe simbolet themelore që dëshmojnë gjithë këto pikpamje. Uroj që lexuesit të mund të japin, siç thash, gjykimin e vërtet, dhe mbi të gjitha uroj që studiuesit e tjerë të mund të shpjejnë përpara këto studime, pra që libri thjesht të shërbej si një nxitje, natyrisht nuk mund të pretendojmë që jep përgjigje në gjithçka, por që të shërbej si një lloj pikë nxitjeje për debate, për studime të tjera, të cilat do t'i çojnë ku e ku më larg këto pikpamje. Faleminderit shumë edhe një herë për pranimin tuaj dhe për vërimin. Faleminderit shumë nderuar autor për këtë shtjellim. Sigurisht ata që e pëlqejnë këtë fushë dhe besoj që ka shumë tonë, por edhe ata që po na ndjekin edhe drejt për drejt, po edhe përmes RTK-s, televizionit tonë, do të shohin një pasuri që gjunha jonë, kultura, shkrimtaria jonë
ka dhënë identitetin etnik, bashkësior, si që thatë edhe jo, identitetin e kombit tonë. Para se të hapim atë tryezën e diskutimit apo të dialogut, të pyetjeve, të interesimit të juaj, i thrash artistët që na relaksojnë me një këngë të dytë, e cila do të jetë Dielli ka prendue, kompozuar nga Prendjakova për ju Dorentina dhe Magdalena. Faleminderit shumë. Edno kënga jon e bukur. Para se të vazhdojmë, sigurisht për jush është interesuar për ndonjë pyetje, ata që e ka lexu apo ndoshta ata kolegjtarë që ende nuk kanë arrit ta kenë në dorë librin. Lajmërojnë që libri mund të blihet ndalje të bibliotekës Miniher këto, me një çmim më të vogël se sa zakonisht është në kopertinën e saj. Po para se kjo të ndodhë, që të bashkëbisedojmë, e kemi një përshëndetje nga një zë akademik shumë i madh i yni, shkrimtari, studiusi akademiku Matteo Mandala,
i cili me shumë dëshirë do të ishte i pranishëm, por aktivitetet e njerëzve të mëdhej që jetojnë edhe në vende të ndryshme jo gjithmonë arrin të jenë pranishëm në takime tona. Prandaj e ftoj mikën e Mandalas që ta lexon një përshëndetje dhe një vlerësim të tij për librin në fjalë. Faleminderit. Fakt profesor Mandela nuk është profesor veçimi, po i të gjithë shqiptarëve dhe i arbëresh dashësve. Jemi me fat që është ende një kujtesë e gjallë e arbëris, dhe një mendje që është duke i ruajtur fort rrënjët dhe po hap horizonte të reja. Nuk si gjithmonë Mandelaja ditë surprizoi, nuk ka hezituar që edhe sot na dërgoi një përshëndetje për profesor Vebiun dhe për librin e tij, dhe kam shumë kënaqësi ta lexoj. Ju përshëndes përzemërsisht dhe ju falenderoj për ftesën. Fatkeqësisht angazhimet e shumta në Universitetin e Kalabrizit Palermos ma pamundsojnë që të jemi pranishëm sot në ngjarje të rëndësishme kulturore. Por, dua të përgëzoj botuesit dhe autorin për botimin dhe prezantimit librit. Kam pasur kënaqësinë që ta pranoja librin nga autori në Mbuzat të Kalabris, nga vetë autori, dhe kënaqësinë që ta lexoja gjatë kësaj kohe, edhe me bindje të plotë se është një libër që kish munguar në letrat shqipe. Përmbajtja e tij dhe mënyra e shtjellimit, ndërlidhja e letërsisë me fushat e tjera dhe horizontet e leximit që hap janë të veçanta. Prandaj, duke qenë i sigurt se ai do të shërbej dijeve për letërsinë, po aq sa edhe studimeve kulturore, sociologjike, filozofike dhe atyre mbi konformimin, i uroj librit të autorit shumë suksese. I juaj Mateo Mandela. Urime. Faleminderit profesorit, shpresojmë që një herë ta kemi këtu për kontributin e tij të madh për Albrecht dhe për letërsinë shqipe, po jo vetëm. Para se, po e them para se, që mos të harroj, dëshiroj t'ju falenderoj juve personalisht si cilin që keni ardhur sot, sepse sot po e shoh që jemi kompletu nga gjitha fushat, të bota akademike, studius, shkrimtar, artist, njerëz të kulturës, media, të bashkive fetare. Kështu dëshiroj me e veçu, nëse nuk ma zini për të madhe mikun dhe pastorin Artur Krasniqi, i cili u bashkua ndërkohë, kryetarin e kishës protestante ungjëllore e Kosovës. Faleminderit shumë, respekte për pranimin e juaj. Atëherë, gjithë ju që jeni sot këtu të pranishëm, fjala është për juve. Nëse keni ndonjë pyetje, përveshje, let librit dhe po edhe vetë si temë ndoshta që në të ardhmen mund të lidhet për vazhdimin e studimit të kësaj fushë. A dy do të vajta. Që ty marrë. Okej. Në rregull është. Rregull. Asë po provoj çtonat. Për këtë libër kemi biseduar me autorin disa herë. Kam dëshiruar shumë që një promovim të bëhet në vendin që ne ka 15 vite, që e ka kryesisht këtë lloj titulli brenda etnokulturës, etnofesti. Majmë një festival ka 15 vite, me dëshirën me kultivu, po me zbërthy, me nxjerrë në sipërfaqe najr etnogenezën ose frymëzimin kulturor me një qëllim themi, ose për përdor fjallën e madhe të shejtë, që në këtë periudhë kur bërthama identitare është të rrezikuar ose pa në oksigen kulturor, civilizues, se cili do të me bëhet pamundunën që
me i dhanë veprave të tij një bërtham identitare, arsa është të mundën ajo. Edhe mezi po pres me lezu librin, por ajo që pash këtu gjatë ato që ndëgjoha nga referusit dhe nga autori, janë disa tema cilat për mu, nëse këshim pas këtë radhitje, këshim pas një domethënie të veçantë. O folë për etnosimbolizmin, për kombin kulturor, kombin politik. Pastaj, unë e pashtë 4 identitete, realisht, cilat burimin e të paren, e kanë gjithmonë se cila ka burimin të ma hershmja, identiteti etnik, si bazament, si bërtham, pastaj vjen identiteti kulturor, mandej identiteti politik, a ideologjik mund t'jetë nështë para ose mas këti, dhe në fund t'jen identiteti religios. Mëndë kjo lloj, këto 5 nivele që e kryojnë një njeri, si me thonë në ushqenë atë shpirtënorën dhe atë personalitetin e ti, si qenje individuale dhe shoqënore, edhe si qenje kombëtare dhe në kuptimin që ka kërku gete universale. Mendoj se nëse humbet themeli parë, humbet gjitha këto tjerat. Nëse arrin me shkatru atë bërthamen etnike një personi dhe një kombi, pastaj e shofim shumë shpejt sa i mundet mu shëndru gjithë shka. Edhe manipulimi është shumë i lehtë. Kuptimin vdes nivelin kulturor, pastaj vdes nivelin politik, ideologjik, nuk është në humbje e madhe që vdes, edhe kuptimin religios. Po mendoj që unë e kam bërë një provë në kuptimin universal, me Faustin e Getës dhe Madros, kam shkru dramë në të dhe kam bërë shfaqje. Dhe është e vërtet që nëse nuk i gjinet dhe identitetet kombëtare, politike, lokale, edhe religiose, kuptimin çfarë ne i perceptojmë edhe i përjetojmë, edhe i receptojmë kuptimin kulturor. Asë një vlerë universale nuk mundet me pas një taman edhe nuk mundet me komuniku. Por njësoj nëse arrim me shkon thellësin gati racionalitetit saj, me zbërthy jo në kuptimin folklorik identitetin, po në kuptimin ontologjik, si bërtham. Atëherë e gjejmë pse na e flasim këtë gjuhë, pse kemi arrit deri në fund këtij shekulli, kemi rujt diçka, edhe çka po ndodh me ne, që fëmijët tonë me aq lehtësi të madhe mësojnë gjuhë të huaja, e flasin anglishtën, shumë rrjedhshëm, edhe belbëzojnë kur flasin shqip. A kështen, çka ka ndodhur me gjuhën shqipe, a është hapta e sot në 50% apo shumicën me qenë përballueshme, ose me shpreh edhe ekspresionin emocional, edhe një mendim pa pas defekte në artikullim. Dhe mendoj që ka ardhur koha me bani edhe një kongres të gjuhës shqipe, nëse mos me leju me ndodh ky lloj vdekje klinike e saj në brezin që po vjen. Sepse mendoj gegnishtja letrare duhet me zanë vendin e vetë kulturën shqipe, nëse duhem na me vazhdu me mbijetu si popull. Sepse është bazamentin etnik e ka mrena, e ka bazamentin kulturor mrena, kombëtar, sepse është dega më e vjetër e Shqipës, dhe cilën është kriju, dhe kjo letërsi është kriju bazamenti letrar i Shqipës, bazamenti kulturor, cilën e ka pas Miko Vebi Miftari, bazament edhe për këtë libër. Dhe mendoj që ky libër është fillimin e saj dhe të ketë vlerë të jashtëzakonshme në të ardhmen.
Dhe do të me i bind këtë degën tjetër të shqiptare, që promocioni edhe kthimi i kënishtës është pasurim i madh i tos kënishtës. Jo penglisë, është pasurim shumë i madh. Sepse nuk e lënë mu gangrenizu kulturalisht popullin shqiptar. Faleminderit. Faleminderit shumë profesor për këtë analizë mbi librin, por mbi ato që gjithve në shqetëson nga njëherë kur e njim që vetë shqiptarët verbalizojnë nga njëherë në gjuhën e tyre. Por ja, çdo punë e jona e vogël është një kontribut që ta ketë një gjallëni gjuha, edhe ta ketë një raport me gjuhët e mëdha të botës, pasi tash ne komunikojmë e kemi një botë më të lirë, studiojmë në për vende të ndryshme dhe shohim modele të cilët na kanë parapri ata që e kanë pas lirin para nesh. Dhe edhe ne mundohemi që ta japim atë kontributin tonë në këtë drejtim. Faleminderit edhe një herë shumë. Ndonjë zë tjetër? Mund të prezentoheni thjesht për audiencë dhe për ata që na përcjellin. Unë jam Izzet Miftari, vi nga fusha e historisë, për ndryshe familjarive bjut, po flas si familjar, po flas më shumë si studius, mirë më gjithve, faleminderit shumë. Unë e kam shikuar, do të edhe kam lexuar pjesë. Shumë falenderoj studiusin Miftari, që ka bërë një dialektik të procesit formimit të kombit shqiptar nga humanizmi dhe renesansa, pastaj reforma dhe kundërreforma, iluminizmi, romantizmi dhe modernizmi. Nëse në shkencat natyrore apo eksakte është matematika, në shkencat sociale gjithsesi është historia, ajo që e komplementon rrethanën e veprimtarisë një autori, dhe në këtë rast Vebiun e kam parë që edhe pse nuk është nga fusha e historisë, ka njohje shumë të mira, sepse ka paraqitur në mënyrë shumë eksplicite Deradën, ose Mbarin Barletin, ose librin e parë në gjuhën shqipe deri më tashnjor. Prandaj unë edhe si familjar dhe si studius ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen e juaj dhe Vebiut i uroj shumë suksese në krijimtarinë e tij letrare, sepse nuk është lehtë me punu në një tekst një dekadë apo 10 vjet. Faleminderit shumë. Nëse nuk ka ndonjë pyetje tjetër, veçanëse se e kemi kaluar pak edhe kohën e paraparë. Atëherë nuk ka. Dëshiroj në fond ta falenderoj autorin për bashkëpunimin jo vetëm të këtij promovimi, dhe jam shumë i gëzuar që pas një shtrëngtimi në trojet shqiptare vjen të ne këto. Por nuk ndalet këto. Po jo, nuk ndalet, sigurisht. Shpresoj të mos ndalet jo vetëm promovimi, por edhe shkrimet e autorit, sepse është një fushë që vërtet mund të zhvillohemi dhe të thellohemi edhe më shumë. Faleminderit shumë edhe për bashkëpunimin që e kemi në këto takime kulturore Pena e Dritës, bashkëpunimin me shtëpinë botuese Drita, sepse
vitin e kaluar kemi ribotuar librin e tij studimor mbi poezinë e Ernest Kulicit, libri i mallit që e kemi këtu, që do ta promovojmë, do ta paraqesim muin e ardhshëm, sepse në Shkurt pena e dritës e ka gjithmonë paraqitjen dhe promovimin e librave të votuara të shtëpisë votuese gjatë vitit të paraprak, që do të thonë vitit 2025. Me këtë rast po e paralajmëroj takimin e radhës që do të jetë me 19 Shkurt, që është ditë e enjte gjithmonë, që do t'i paraqesim gjithë ato botimet që i kemi bërë ne gjatë vitit të kaluar. Ju faleminderit shumë, faleminderit edhe një herë zonja Majlinda, punë të mbarë në punën e re, si udhëheqëse e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Falenderoj për bashkëpunimin dhe për mundin që ke bën nga Tirana tash në këtë mbrëmje të jesh bashkë me ne. Ne themi pa sakrifica të vogla s'mund të bëjmë gjëra të mëdha. Kështu që në këtë traditën tonë edhe të krishterë, e që na ka mësua dhe nëna Tereze, s'mujna me dasht pa na dhimbë pak. Që dhe me thonë, pa e dhanë më të mirën, atë që na kushton shumë, s'mujna me pa vepra të mëdhaja. Kështu që faleminderit shumë edhe gjithë juve, sepse jemi një grup po e shoh shumë i respektuar i fushave të ndryshme. Historia, mjek, gazetar, studiues, njerëz të institucioneve tona, politike, kulturore, student, artist, botues, nuk di çfarë tjetër. Kjo është edhe qëllimi i këtyre takimeve. Të takohemi, sepse online nga njëherë takohemi shumë shpesh, por pa faqes, nuk është e njëjta. Prandaj edhe bibliotekat janë vënë takime të ftyrave tona, të personaliteteve tona, për ta knjuar atë edhosin që kemi nevojë gjithmonë në shoqërinë tonë. Faleminderit edhe një herë shumë dhe ju ftoj që tani të dalim aty në pjesën e Agoras, ku na pret një koktejl, që të freskohemi, të vazhdojmë bashkërisedimin dhe bashkëndarjen tonë kulturore. Mirupafshim në takimin e radhës.